Janë dhe gentlemen, sigurisht. Alba, si është perspektivën e Shqipërisë, ose si shihet qoftë edhe në kuptimin francez, politike kam fjalën, hapja e BE-s për të futur antar të rinj? Unë do të nisja me një artikull, me titullin vetëm të një artikullit të The Economist, që ka qenë diku në fillim të dhjetorit, që thoshte Shqipëria përpiqet të sharmojë hyrjen e vetë të Bashkimin Evropian, për ta marrë nëpërmjet sharmit, sepse përpiqet ta marrë nëpërmjet marrëdhënieve individuale me liderat e Bashkimit Evropian. Pra vlen ajo e kryeministrit, ajo vlen absolutisht. Për sharmin e tij ka fjalën apo për sharmin? Jo, nuk besoj që kishte për sharmin e tij, kishte për faktin që Shqipëria tregohet, tani ndoshta mund ta interpretojmë nëse ju dëshironi, por jo, po pyes, gjithmonë pyes nuk interpretoj. Ata flisnin për qasjen e Shqipërisë, pra një qasje pro-evropiane dhe e gatshme për të bërë gjithçka dhe sigurisht edhe qasje individuale e liderëve shtetëror kudo. Kjo duket se mund të ndodhë sepse pavarësisht se Shqipëria nuk ka nevojë që ta citojmë apo ta pohojmë këtu që nuk i plotëson standardet e Bashkimit Evropian, sado që të flitet për grup kapituj të validuar e tjerë, ne diskutuam shumë gjatë se çfarë është duke ndodhur, por Bashkimi Evropian dhe zgjerimi i tij është kryesisht politik. Dhe ndoshta ndonjëherë geopolitik, shpesh herë në zgjerimin gjeografik që ai bën. Prandaj, nëse liderët kryesor të vendeve kryesore, nuk kuptoj duke thënë kryesor, të Bashkimit Evropian vendosin që Shqipëria pse jo e ka vendin në Bashkimin Evropian, kjo do të ndodhë. Dhe për momentin duket se gjasat janë shumë të mira, jo se Shqipëria ka bërë përparime të jashtëzakonshme, por sepse ata sot kanë dëshirën dhe janë familiarizuar me Shqipërinë për arsye nga më të ndryshmet dhe jo vetëm Samiti. Samiti është pasojë e saj. Problemi është që këto janë vende absolutisht demokratike, kanë zgjedhjet e tyre dhe Franca, për shembull, është vendi që e bllokoi disi avancimin e Shqipërisë në vitet e mëparshme. Sot, bashkë me presidentin Emmanuel Macron, kryesisht presidenti Emmanuel Macron, dhe që Hollanda që i ndoqi hapin. Është vërtet që gjithë këto vende... Për çështjen e grupeve kriminale, të drogës, nëse nuk gabon, nuk ka qenë situata, azil kërkuesit, po nëse nuk gabon nga që edhe pjesa e grupeve kriminale që kishin bllokuar zona, apo? Ata pastaj interpretojnë si të duan vetë. Në atë periudhë treni i Shqipërisë u lidh me trenin e Maqedonisë Veriut. Është vërtet. Dhe u tha që njëra bllokoi tjetrën dhe ndërkohë Macron citoi, tha, duke qenë shumë politikisht korrekt që Shqipëria e ka vendin në Bashkimin Evropian dhe potencialisht duhet hy, por për momentin tha, nuk e kuptoj se si ne mund të merremi me zgjerimin e Bashkimit Evropian. Sot thot ndryshe, sot flet ndryshe sepse ka një tjetër qasje me Shqipërinë, sepse është familiarizuar me Shqipërinë, më në fund e njeh Shqipërinë. Problemi është që presidenti Emmanuel Macron nuk mundet të jetë më president i Francës mbas zgjedhjeve të 2027-s, sepse për shkak të kushtetutës ai nuk kandidon dot më. Dhe gjendja e Francës, sepse nuk është vendi që vendos se si do të shkojë politika e Bashkimit Evropian, por gjithsesi ka peshën kryesore në këtë vendimarrje, ka gjasa që ekstremi djathtë të kaloj në Francë për herë të parë. Dhe mund të jetë një blokad. Dhe nëse s'është ekstremi djathtë, e djatha me shumë mundësi mund të kaloj, dhe e djatha është kundra absolutisht zgjerimit të Bashkimit Evropian, aq më tepër në vende ballkanike me përqindje të lartë të komunitetit musliman. Kjo mund të mos jetë politikisht korrekt, por është mënyra se si ata e shikojnë zgjerimin sot. Dhe kjo do të përbëj problem. Pra, Shqipëria a mund të futet në 2030-ën, Shqipëria është shumë atraktive për momentin për shkak të sharmit që po shfaq dhe interesit që po shfaq, madje kryeministri Rama më duket se ka propozuar edhe faktin që ne jemi gati të futemi dhe nëse ju dëshironi me qenë se këto standardet nuk janë ashtu siç duket, ne mundet edhe të përjashtojmë veton, pra që Shqipëria mos ketë veton e saj për procedura dhe projekt ligje të ndryshme që kalojnë dhe qoftë dhe komisioner. Njafton fusim këmbët. Njafton fusim këmbët, po. Shiko, pati një lëvizje në Bashkimin Evropian së fundmi, u propozua që të hiqeshe vetoja, të hiqeshe vendimi me unanimitet dhe të merreshe me shumicë të cilësuar. E shpjegojmë dot çfarë është? Të 27 vendet duhet të ngrenë dorën dhe të thonë Shqipëria po të futet në Bashkimin Evropian. Nëse një vend nuk ngre dorën,